Ditën e sotme, shtëpia e Big Brother VIP për 1/5 ka qenë e mbushur me situata dhe tensione të ndryshme, por ajo çfarë ka habitur të gjithëve është pikërisht qarja me ngashërim e Rogertit, një nga lojtarëve më të forta të brenda. Deri më tani e kemi kuptuar që Rogerti nuk ka frikë të thotë mendimet e tija, të ofendojë të tjerët apo t'i bëjë të gjithë banorët të flasin me vete, siç thotë dhe ai. Që në hyrje ka thënë që ka hyrë brenda për t'i qirrë maskat vetë të gjithave. Megjithatë, nuk e ka pritur askush që Rogerti do të ofendonte apo do të kishte këtë mënyrë karakteri dhe këtë mënyrë të foluri. Edhe pse mban veten të fortë, ditën e sotme në Obor, pas një debati të gjatë mes Mateos, Mirit dhe banorëve të tjerë, Rogerti ka filluar të qajë me ngashërim, dhe kjo për djalin e tij të vogël. Teksa qante, i vetmi që është afruar ka qenë Mateo, edhe pse Miri e ofendonte Mateon që i rri afër tashmë për t'u lëpirë, ndërkohë që Mateo ishte aty vetëm për të ngushëlluar Rogertin, duke e pyetur shpeshherë në qoftë se është mirë dhe cili është problemi që ai ka. Ndërkohë Rogerti i ka bërë një mesazh gruas së tij nga kamera, duke i thënë që ai është shumë mirë këtu brenda, por i lutet asaj që ta mbajë djalin mirë. Dhe shpeshherë është dëgjuar teksa qante duke thënë Zot ma rrit djalin, që të jetë shëndoshë mirë. Kjo gjë ka prekur jo vetëm banorët, po edhe persona nga jashtë, të cilët e kanë parë nga ekrani. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Rogerti po e përdor këtë gjë për lojë, apo thjesht ka ditë që nuk e ka parë fëmijën e tij dhe është shumë i merakosur? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.